fillojmë dëshmorin me 1 minutë heshtje. Lavdi. Për ngritët flamurit, qandar, dhara! Të pranishëm fillimisht më lejoni që të bëj një falendrim të veçantë për trupën ceremoniale të FSK-s për ngritjen e flamurit. Ndërsa tani do të ndjekim një këngë origjinale të kompozuar nga mësimdhënësia Bleona Halimi për nder të dëshmorit Kenan Halimi, ndërsa do të interpretohet nga kori i shkollës. Një
e nderuar familje e dëshmorit Kenan Halimi, të nderuara familje të dëshmorëve, të respektuar përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i nderuar Ministër i Mbrojtjes Zotri Ejup Maqedonci, nënkryetar i Komunës së Vitis Zotri Hasan Alia, të nderuar ish deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të ushtrisë son, forcës sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës, përfaqësues të partive politike, të dashur bashkëvendas të skifterajt e Vitis dhe gjithë ju të pranishëm të tjerë. Ka tokë që rrit grur e ka tokë që rrit pem, por toka këtu në skifteraj ndër vite ka rritur dhe vazhdon të rresë trima. Ka rritur burra e gra që lirin nuk e pritën si dhurat, por e shkruan me gjakun e tyre mbi muret e historisë. Sot, një bir i shuar i kësaj treve, djali i Bacës Idris, po kthehet në shtëpi i gdhendur në bronz për të mos lëvizur kur më si roje e lirisë son. Sot, po shpalosim shtatorën e dëshmorit të kombit, Kenan Halimi. Kur flasim për skifterajn, flasim për një kështjell të pamposhtur të qendresës. Kenan Halimi nuk ishte vetëm në këtë rrugtim të lavdis. Ai ishte pjesë e një plejade heronjsh që ky fshat ja fali atë dheut. Ndaj sot, përkulemi me respekt të thellë edhe para kujtimit dhe veprës së dëshmorëve të tjerë të skifterajt si Hoxhi Jono Zejnullahu, Bafti Haxhiu, Shabi Kajolli dhe Selami e Mehmet Ismaili. Këta emra janë themelet e lirisë që ne e gëzojmë sot. Andaj, të nderuar të pranishëm, ju ftoj të gjithëve që me një minutë heshtje të nderojmë gjakun e dëshmorëve dhe të rëndëve për liri. Lavdi. Institucionet e dijes janë vendi më i mirë ku mësohet dhe kultivohet kujtesa jonë historike. Për shkollën tonë, kjo ditë ka një peshë të dyfisht dhe të veçantë, sepse përpas që jemi bashkuar për të nderuar dëshmorin Kenan Halimi, ajo shënon edhe ditën e themelimit të saj duke e lidhur përjetësisht rrugtimin e dijes me emrin e lirisë. Andaj, për të na drejtuar me një fjalë përshëndetse, ftoj drejtorin e shkollës, zotrin Eshref Sadiku. Përshëndetje për të gjithë, të nderuar familjar të Kenan Halimi, të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Policia e Kosovës, FSK, përfaqësues të partive politike, përfaqësues të institucioneve fetare dhe ambasadori i paqes, më duket se e bosh pak më herët. Të respektuar veteran të arsimit dhe brëmtar të çështjes kombëtare, mësimdhënës dhe ju të tjerë të pranishëm. Sot është dita e veçantë për shkollën tonë dhe për fshatin tonë. Jemi mbledhur për të shënuar ditën e shkollës Kenan Halimi, për të ndërtuar kujtimin e dëshmorit të kombit dhe për të zbuluar shtatorën e tij, si simbol i përjetshëm i sakrificës, guximit dhe dashurisë për adheun. Shkolla jonë ka një histori të gjatë dhe krenare, që nga hapja e saj me 12 dhjetor 1946, ajo ka qenë vatër e dijes, edukimit dhe formimit të brezave të tërë. Në për dekada ajo ka përballur sfida të shumta ashtu si edhe vetë populli ynë, duke mbetur gjithmonë një fortesë e arsimit shqip dhe vlerave kombëtare. Nga shkolla jonë ndër vite ka dalë
kanë dalë gjenerata nxënësis që kanë dhënë kontribut të çmuar në fusha të ndryshme të jetës shoqërore dhe profesionale. Ish nxënësit tanë janë bërë kuadra të suksesshëm në arsim, në shëndetësi, administrat, biznes, kultur, sport e profesionet të tjera të rëndësishme. Me punën dhe përkushtimin e arritjeve të tyre, ata kanë përfaqësuar denjësisht shkollën tonë dhe kanë kontribuar në zhvillimin e shtetit dhe të shoqërisë në përgjithësi. Kjo traditë suksesi mbetet një motivim dhe frymëzim për brezat e ri që ndjekin rrugën e dijes në institucionin tonë. Në historinë e kësaj shkolle është gdhendur gjithmonë edhe emri Kenan Halimi. Ai ishte një djalë i ri nga kjo trevë, i cili në kohën kur Kosova kishte më së shumti nevojë për bijtë e saj, zgjodhi rrugën e nderit. La jetën e sigurt në Mërgim dhe u bashkua radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të luftuar për lirinë e popullit të vet. Në 13 qershor 1999, në ditët e çlirimit të Kosovës, Kenan Halimi ra heroikisht në Suarek, duke u bërë pjesë e përjeshme e historisë sonë kombëtare. Sakrifica e tij dhe të gjithë dëshmorëve bëri të mundër që ne sot të jetojmë të lirë, të mësojmë në gjuhën tonë dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë në paqe. Pikërisht për këtë arsye emri i tij u dha shkollës sonë në vitin 2003, që nga ajo kohë çdo suksesin nxënësve tanë, çdo arritje mësimdhënësve dhe çdo hap përpara i këtij institucioni mban në vete edhe përgjegjësinë për të nderuar emrin që ka shkolla jonë. Sot, me zbulimin e shtatorës së dëshmorit Kenan Halimi, ne nuk po vendosëm vetëm një monument. Ne po vendosim një kujtesë të përhershme për brezat që vijnë. Kjo shtatore do të tregojë nxënësve tanë se liria nuk ishte dhuratë, por fryt i sakrificës së njerëzve që e deshën atë dheun më shumë se vetëvetën. Detyra jonë është që kujtimin e dëshmorëve ta ruajmë, jo vetëm me fjalë dhe ceremoni, por me punë, me dije, me edukim dhe me përkushtim ndaj vlerave për të cilat ata dhanë jetën. Kjo është mënyra më e mirë për të nderuar Kenan Halimin dhe gjithë ata që sakrifikuan për vendin tonë. Në fund më lejoni t'i falenderoj të gjithë ata që mundësuan realizimin e këtij projekti. Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë donatorët, këshillin iniciues, këshillin e fshatit, këshillin organizativ, këshillin e arsimtarëve, si dhe kryetarin e komunës që mundësuan realizimin e këtij projekti që shumë të rëndësishëm, jo vetëm për shkollën tonë, po për mbar fshatin e Mëgjer. Lavdi dëshmorit të kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorëve të lirisë, urime dita e shkollës Kenan Halimi. Të nderuar të pranishëm, për të kuptuar më shumë se kush ishte Kenan Halimi, sot përpara jush kam nderin dhe kënaqësinë që të lexoj biografinë e tij. Kenan Halimi lindi më 6 prill 1978 në fshatin Skifteraj të komunës së Vitis, në një familje shqiptare me tradita adetare dhe ndjenja të forta patriotike.
Ai u rrit në një periudhë të vështirë për popullin shqiptar të Kosovës, kur liria dhe të drejtat kombëtare mohoheshin nga regjimi serb, që në fëmijëri u dallua për sjelljen e tij shembullore, karakterin e qetë, respektin ndaj familjes dhe dashurinë për adeon. Arsimin fillore nisi në vendlindje, ndërsa në moshën 11 vjeçare së bashku me familje u shpërngulën në Gjenevë të Zvicrës. Në Zvicër ai vazhdoi shkollimin me sukses dhe u përshtat shpejt me jetën e re. Megjithatë, largësia nga vendlindja nuk e zbehu asnjëherë lidhjen e tij me Kosovën. Kenani ndiqte me shqetësim zhvillimet politike dhe vuajtjet e popullit shqiptar, duke mbetur gjithmonë i lidhur me komunitetin shqiptar në Mërgim. Ndërsa gjendja në Kosovë rëndohej dhe lufta çlirimtare po merrte përmasa gjithnjë më të mëdha, tek ai forcohej bindja se duhej të jepte kontributin e tij në çlirimin e vendit. Kur ushtria çlirimtare e Kosovës mori përsipër barrën e rezistencës së armatosur, Kenani mori vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Ai la jetën e sigurt dhe të qetë në Zvicër dhe u nis drejt Shqipërisë për t'u bashkuar radhëve të UÇK-s. Përgatitjet ushtarake i kreu në kampet servitorit të Kalimashit dhe Babinës afër Tropojës u tregoi për kushtim, disiplinë dhe vendosmëri të jashtëzakonshme. Më 28 nëntor 1998, në ditën e flamurit, së bashku me rreth 1000 luftëtar të stërvitur, ai kaloi kufirin dhe hyri në Kosovë. Fillimisht u vendos në Breshancë të Terandës dhe u sistemua në brigadën 123 të zonës operative të Pashtrikut. Në fillim shërbeu si pjesëtar i policisë ushtarake, ku dallua për korrektësi dhe përgjegjësi. Më vonë ju bashkuar njësi speciale, diverzantove zhguese, Kitrat, e cila vepronte nën komandën e brigadës 123 dhe konsiderohej një ndër njësitet më aktive të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë rajon. Gjatë luftës, Kenan Halimi mori pjesë në shumë aksione dhe beteja në zonën e Therandës dhe fshatrave përreth, si Studençan, Sementisht, Dobërdëlan, Samadreq dhe Peçan. Bashk luftëtarët e kujtojnë si një luftëtar të guximshëm, të vendosur dhe gjithmonë të gatshëm për të kryer detyrat më të vështira. Ai ishte shembull disiplinës ushtarake, i solidaritetit me shokët dhe i respektit ndaj popullatës civile. Një nga betejat më të rëndësishme ku mori pjesë ishte ajo e zhvilluar më 25 dhe 26 mars 1999 në Peçan. Në vendin e njohur si Te Arrat, ai dhe bashk luftëtarët e tij zhvilluan luftime të ashpra kundër forcave serbe, duke treguar trimëri të jashtëzakonshme dhe duke u shkaktuar armikut humbje të konsiderueshme. Po ashtu, gjatë muajit maj të 99-s, ai mori pjesë në një aksion të suksesshëm kundër forcave serbe, të vendosura në shtëpinë e Ymer Elshanit në Peçan, aksion që përfundoi me sukses për luftëtarët e UÇK-s. Pas shumë muajsh luftimesh të pandërprera, erdhën ditët e çlirimit të Kosovës. Më 13 qershor 1999, njësiti ku bënte pjesë Kenan Halimi mori pjesë në sulmin ndaj post-bllokut policor në Therand. Pas luftimeve të ashpra, luftëtarët e UÇK-s arritën të vendosnin flamurin kombëtar mbi post-bllok, duke shënuar një fitore simbolike dhe historike. Qyteti po çlirohej dhe gëzimi i popullit ishte i madh. Mirëpo në orët e pasditës, pranë parkut të Lirisë dhe urës së qytetit, u dëgjuan sërish të shtëna armësh. Pa hezitim, Kenani mori armën e tij dhe u drejtua drejt vendit të luftimeve. Në përballjen e ashpër që pasoi me forcat serbe në tërheqje, ai u godit për vdekje, duke rënë heroikisht më 13 qershor 1999, në ditën kur liria po hynte në Kosovë. Rënja e tij u përjetua me dhimbje të thellë nga familja, bashkëluftëtarët dhe i gjithë populli shqiptar. Megjithatë, sakrifica e tij u bë pjesë e historisë së lavdishme të luftës për çlirimin e Kosovës. Për nderuar jetën dhe veprën e tij, në vendin ku ai ra në Therand, në qendër të qytetit të Suarekës, është ngritur një monument përkujtimor. Gjithashtu, shkolla e fshatit të tij të lindjes mban emrin Kenan Halimi, ndërsa çdo vit organizohen aktivitete përkujtimore
homazhe dhe manifestime kulturore e sportive në nderim të figurës së tij. Jeta e Kenanit është historia e një të riu që megjithse kishte mundësinë të jetonte i sigurt larg luftës, zgjodhi të përgjigjej thirrjes së dheut. Ai zgjodhi sakrificën në vend të rehatisë, detyrën në vend të interesit personal dhe lirinë e popullit të tij mbi gjithçka tjetër. Për këtë arsye, ai mbetet një simbol i përjetshëm i trimërisë, patriotizmit dhe dashurisë për Kosovën. Lavdi i jetës dhe veprës së dëshmorit kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorëve që sakrifikuan jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Faleminderit. Zënësia Alina Sadiku do të interpretoj këngën kushtuar dëshmorit Halimi e titulluar O Adhe.
Faleminderit shumë. Sot mbar skifteraj ndihet krenar, por natyrisht edhe krye lartë. Andaj për të marrë fjalën në emër të vendlindjes së dëshmorit Kenan Halimi, ftoj për një fjalë rasti kryetarin e fshatit, zotrin Demush Sadiku. Të nderuar përfaqësues të pushtetit qendror dhe pushtetit lokal, të nderuara familja e dëshmorit Kenan Halimi, të nderuar veteran bashkëluftëtar, përfaqësues të organizata të dalur nga lufta OÇK-s, të respektuar mësimdhënës, nxënës, bashkëfshatar, bashkëadhetar nga Mërgata dhe të gjithë të tjerë të pranishëm. Në emër të Këshillit të Fshatit, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë ditë të veçantë, kur po bëjmë shpalosjen e shtatorës së Kenanit dhe ditën e shkollës. Sot po përmbyllet një nismë e suksesshme që lidhi nga dëshira dhe përkushtimi për të nderuar në mënyrë më të denjë birin e fshatit tonë, i cili dha jetën për lirinë e Allahut. Kjo iniciativë u ndërmarr nga një bashkëadhetar i yni në Mërgat, së bashku me veteranët dhe Këshillin e Fshatit, të cilët formuan këshillin iniciator dhe bën hapat e parë drejt realizimit të këtij projekti. Me pas kësaj nismës ju bashkuan me zemër të madhe qytetarët e fshatit, bashkëadhetarët tanë në Mërgat, shoqata, miq, donator të shumt edhe jashtë fshatit tonë. I falenderojmë të gjithë ata që kontribuan në çfarëdo forme për realizimin e këtij projekti dhe organizimin e këtij manifestimi. Sot para nesh kemi një vepër që nuk përfaqëson vetëm kujtimin e një dëshmorit, por edhe bashkimin e një komuniteti të tërë rreth vlerave të lirisë, respektit dhe mirënjohjes. Pranë vendit ku prehet dëshmori dhe para shkollës ku edukohen brezat e rinj, kjo shtatore do të qëndrojë si dëshmi e përhershme e sakrificës së tij dhe respektit tonë ndaj saj. Kjo nuk është vetëm shtatore e dëshmorit Kenan Halimit, kjo është vepër e përbashkët e fshatit, veteranëve, Mërgatës, e ngritur pranë vëllorët të tij dhe para shkollës, për të lidhur përgjithmonë sakrificën, arsimin dhe brezat e rinj. Lavdi e përjashme dëshmorit e kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorëve. Faleminderit. Çdo projekt i madh që lë gjurmë në histori fillon natyrisht nga një vullnet dhe një nismë e palodhur. Për të na folur rreth rrugtimit dhe realizimit të këtij projekti të shenjtë, ftoj përfaqësuesin e Këshillit iniciues, zotrin Uk Salihu. Mirëdita të dashur të pranishëm, e dashura familje Halimi, i dashuri Ministri Mbrojtjes, të gjithë ju luftëtar e bashk luftëtar të Kenan Halimit. Sot për fshatin tonë është një ditë shumë e fortë, shumë e bukur, shumë me diell dhe çdo shka po lulëzon. Po lulëzon pranë shtatorës të cilës që 27 vite i ka mungu këtij vendi. Ftyra e Kenanit është një kthesë e madhe për fshatin tonë, shton bukurinë gjithandej gjithëve dhe këtu sot një vit ka filluar edhe gur themeli i shkronja të OÇK-s në kodrën e OÇK-s, që Kenan Halimi do t'i ketë gjithmonë në sy. Dy vepra të cilat janë lidhë gjithmonë dhe lidhen për gjithmonë. Dy vepra të cilat na bashkojnë gjithë shqiptarin anën kanë botës dhe globit tonë. Unë sot i falenderoj familjes Halimi që me vullnetin e tyre të pandalshëm gjithmonë na e bënë fshatin me një memorial të një dëshmorit të Republikës tonë. Për këtë arsye, në emrin tim dhe në emrin të Këshillit iniciues i falenderoj shumë. Fshati jonë
me gjithë komunën e kena vetëm fshati jonë këtë fatë. Faleminderit shumë që jeni këtu, lavdi gjithë dëshmorëve, lavdi dita e shërimit Kosovës, si gjithmonë, pa prindët tanë dhe udhëheqët tanë për në imbajnë pa drejtësi. Ne pikturit i përshëndes të gjithë ata në Hagë, si harroj kur, dhe i liroj gjithmonë vjerin sa ma shpejt dhe pa ata nuk ish as ditë të shërimit të Republikës Kosovës. Faleminderit që jeni këtu, lavdi gjithë dëshmorëve, faleminderit edhe një herë. Tani për një fjalë përshëndetje, radhënja kaloj në kryetarit të komunës së Vitisë, zotërit Hasan Alia. E nderuara familje Halimi, të nderuar veteran dhe bashkëluftëtar të ushtrisë ligjore të Kosovës, kryesuesi i kuvendit komunal Vitisë, drejtor drejtorive komunale, drejtor të shkollave, policia e Kosovës, ushtria e Kosovës FSK, respektuar familjet të dëshmorëve, invalidë dhe pjesëtar të organizatave të dalura nga lufta, përfaqësues i klerit fetar, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, ish deputet Parlamentit të Republikës Kosovës, përfaqësues në Ministër në detyrë i mbrojtjes zoti Maqedonci, shoqata e burgosënëve politik, musafirën, simdhën, zënës dhe qytetarë të komunës Vitisë. Më lejoni që me një përshëndetje veçantë ti përshëndes musafirët nga Suareka, bashkëluftëtarët e Kenan Halimit. Jemi këtu në Skiftera në një ditë të veçantë për të nderuar një nga bitë më të mirë të kësaj treve, dëshmorin e kombit Kenan Halimi. Emri dhe veprat të cilët tashmë do të jetojnë edhe përmes kësaj shtatore që po e prororojnë sot. Shpalosja një shtatore nuk është thjesht vendosja një monumenti në një hapësirë publike. Është ngritje kujtesës sonë kolektive, është shprehje mirënjohjes së një populli për ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë që e gëzojmë sot. Kenan Halimi ra dëshmor në ditët vendimtare të luftës për liri, si vjet bëhen 27 vite nga rënja heroike e tij. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 dekada e gjysmë, kujtimi për të mbetet po aq i freskët dhe po aq i gjallë në zemrat tona. Ai ishte biri i familjes Halimi, djali i Bacit Idris, një mërgëntar i njohur që asnjëherë nuk e harroi vendindjen dhe që me mundin, djersën dhe kontributin e tij mbeti i lidhur ngushtë me atë dheun. Nga kjo familje ndeshme adhetare u rrit edhe Kenani edukuar me dashurinë për kombin, për vendin dhe për lirinë. Ashtu si shumë të ri të asaj kohe, ai nuk pranoi të jetonte i nënshtruar kur atë dheu kishte nevojë për bijtë e tij. Kenani erdhi nga Zvicra dhe zgjodhi rrugën më të lavdishme, rrugën e luftëtarit të lirisë. Ai u rreshtua në unën e drejtë historisë, në radhët e ushtrisë ligjore të Kosovës, duke dhënë kontributin e tij deri në flijimin e jetës. E nderuara familja Halimi, dëshmorët nuk moten me vitet që jetuan, por me veprën që lanë pas. Jeta e Kenan Halimit ishte e shkurt, por e madhe në domethënie. Ai u bë pjesë e pavdekësisë së kombit tonë, pjesa ati brezi që e shkroi me gjak kapitullin më të lavdishëm të historisë sonë së re. Prandaj kjo shtatore nuk është vetëm e familjes Halimi, ajo është e gjithë qytetarëve të Vitisë dhe Kosovës. Është e brezave që vinë pas nesh, është një mesazh i përhershëm se liria nuk erdhi rastësisht, por si rezultat i sakrificës së njerëzve si Kenan Halimi dhe mirat dëshmorë të tjerë të Kosovës. Të dashur nxënëse personal arsimor i shkollës Kenan Halimi, sër që do të kalonin pranë kësaj shtatore, kujtoni se liria që e gëzoni sot është trashëgimi e sakrificës e këtyre burra dhe grave. Kujtoni se atë dheu ndërtohet me dije, me punë, dëshmëri dhe përkushtim. Sot ne po shënojmë edhe ditën e shkollës që me krenari mban emrin e dëshmorit Kenan Halimi. Kjo është një nder i madh për institucionet arsimore dhe një përgjegjësi e madhe për të gjithë ne. Me këtë rast duhet të shpreh urimet më të sinqerta për drejtorin e shkollës
për mësimdhës, punëtorët e saj dhe për të gjithë nxënësit. Ju falenderoj për punën dhe për kushtimin tuaj në edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj. Mësuesit dhe arsimtarët janë bartësit e dijes dhe formuesit e karakterit të shoqërisë sonë, ndërsa nxënësit janë shpresa dhe armja e vendit tonë. Uroj që kjo shkollë të vazhdoj të jetë vatër e dijes, edukatës dhe suksesit, duke nxjerrë gjenerata që do të nderojnë emrin e dëshmorit që e mban. Mënyra më e mirë për ta respektuar veprën e Kenan Halimit është që të rinjët tanë të ecin përpara në rrugën e dijes, e të punës dhe të suksesit. Andaj në fund në emër të komunës së Vidis dhe të gjithë qytetarëve tanë, shpreh minjorin më të thellë për familjen Halimi, për sakrificën e saj, për gjithçka që dha për atë dheun. Lavdi e përjetshme dëshmorit kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorët Kosovës, qoftë i përjetshëm kujtimi për ta. Faleminderit. Vepra e Kenan Halimit i kalon kufijt lokal, sepse ajo është e shkruar në themelet e shtetësisë së Republikës së Kosovës. E sot kemi nderin që në mesin ton të kemi Ministrin e Mbrojtjes, Zotrin Ejub Maqedonci, të cilin e ftoj për një fjalë rasti. Të nderuara familje e dëshmorit të kombit Kenan Halimi, të nderuara familje të dëshmorëve, nënkryetari i komunës, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta, të dashur pjesëmarrës të këtij manifestimi të veçantë për fshatin Skifteraj, dhe për gjithë Kosovën. Sot jam i nderuar që jam bashkë me ju këtu në manifestimin, në përurimin e shtatores së dëshmorit të kombit Kenan Halimi. Dëshmorët e kombit dhe herojnët e Kosovës përjetësuan të ardhmen tonë, përjetësuan lirinë e Kosovës me veprën, me gjakun dhe me jetën e tyre. Kurse për ne është shumë e rëndësishme kur marrim pjesë dhe jemi pjesë e këtyre aktiviteteve ku ne përjetësojmë veprën e dëshmorëve përmes zbulimit të shtatorëve dhe respektimit që ua bëjmë atyre dhe të ardhmës sonë. Normalisht që ne të gjallët në vazhdimsi duhet të nderojmë, duhet të kujtojmë veprën e dëshmorëve, duhet të jemi aty në ditët e tyre, duhet të shpalosim shtatore të tilla dhe të vizitojmë varrezat e dëshmorëve, mirë po kur nuk do të harrojmë që amaneti i vërtet i dëshmorëve dhe herojve të kombit nuk ishte të vendosim lulet e varret e tyre. Amaneti i vërtet i dëshmorëve dhe herojve të kombit ishte që të fuqizojmë, që të zhvillojmë shtetin, ushtrinë, që të zhvillojmë kombin tonë. Prandaj, si që ka thënë edhe poeti e heroi ynë Bari Fazliu, mënyra më e mirë për të respektuar dëshmorët është të ecim në rrugën e tyre, të punojmë për Kosovën, të punojmë për kombin tonë, të punojmë për të ardhmen tonë. Vepra dhe jeta e dëshmorit të kombit Kenan Halimi është e veçantë për faktin që la jetën e sigurt në Zvicër, erdhi dhe luftoi në Kosovë për lirinë e Kosovës, dhe veçantia është që arriti ta shoh ditën e çlirimit, por nuk arriti ta përjetoj lirinë e plotë të Kosovës. Pra, në të njëjtën ditë kur u çlirua Kosova, edhe ra dëshmor pa e pa lirinë e plotë të vendit tonë, liri që erdhi fal sakrificës, fal luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, luftë e drejtë, luftë e pastër, luftë shembull për gjitha luftrat çlirimtare në botë. Për ne sot pra është e rëndësishme që të vlerësojmë, të kujtojmë veprën e dëshmorëve, punojmë që këto shtatorë të vendosen pikërisht në lokacione të tilla, pra të shkollat ku fëmijët e ardhmja jonë do ta kenë udhërrëfyes veprën e dëshmorëve. Pra kur i kemi shtatorët brenda shkollave, kur i kemi në afërsi të vendeve ku rriten dhe zhvillohen fëmijët dhe të rinjtë tanë, ne u japim atyre edhe mundësi që të shohin përpara dhe të kenë udhërrëfyes pikërisht këta dëshmorë dhe veprën e tyre për rrugën e tyre personale në drejtim të zhvillimit tyre, por edhe zhvillimit të vendit tonë.
Edhe njëherë faleminderit shumë që na vat mundësinë që t'jemi këtu bashkë me ju sot në shpalosjen e shtatorës, lavdi jetës dhe veprës së heroit Kenan Halimi, lavdi gjithë dëshmorëve të fshatit Skifteraj, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit tonë, urime gjithë juve këtu për shtatorën sot. Faleminderit shumë. Faleminderit për fjalën ministër. Tani në emër të shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ftoj zotrin Gjevgjet Ademi, kryetari i familjeve të dëshmorëve në nivel lokal, që ta marrë fjalën. Përshëndetje për gjithë ju të pranishëm, me lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të organizatat të dala nga lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe i kanë evitit ju përshëndes në këtë manifestim në 27 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit e kombit Kenan Halimi. Me lejoni që t'ju përshëndes në kryetarin e komunës, kryesuesin e konventit, asamblejnë e komunës Vetijës, ministrin në veçanti, ministrin e mbrojtjes, deputet, familjet të dëshmorëve, martirëve, veteran, invalid, drejtorin e shkollës, stafin e shkollës, nxënës dhe gjithë ju qytetarët të cilë jeni sot. Këto shtatorë që e kemi sot për në zbulu, të nuk e nderojnë vetëm një dëshmor, për nderojnë gjithë dëshmorët e kombit, gjithë ato të cilët kanë liftu për këtë liri që sot përgëzojnë. Është një nder edhe i veçantë edhe për mua që t'jam këtu prezent dhe ta shijoj këtë gjë të cilët e ka bo Këshilli Iniciues me grupin e vet i cili kanë financu projektin e shumë pritur, por edhe shkojnë ato që kyes atje edhe në heret në emër të familjeve dëshmorëve. Dhe shoqata dala nga lufta, dua t'ju falenderoj, por dua t'ju uroj edhe drejtorit të shkollës për ditën e shkollës e cila e mbon me krenari emrin e dëshmorit Kenan Halimi. Lavdi jetës dhe veprës se Kenan Halimi dhe gjithë dëshmorët e gjitha periudha dhe respekt për shlirimtarët dhe për gjithë ato kontribues të cilët na sjellën lirinë. Faleminderit shumë. Të nderuar të pranishëm, përpara se të vazhdoj, dua të bëj një falënderim të veçantë për mysafirët të cilët janë sot këtu bashkë me ne, e që vinë nga qyteti i Suharekës, vendi ku edhe Kenani ka rënë dëshmor. Ata që luftuan dhe vënë themelet e lirisë bashkë me mijëra dëshmor, mbeten dëshmia më e mirë e luftës sonë të lavdishme për liri. Andaj, ftoj komandantin e brigadës 123 Kitrat, zotrin Blerim Kuqi, për një fjalë raste. Të nderuar të pranishëm, të nderuar nxënës, ju arsimtar të shkollës Kenan Halimi. Unë jam Blerim Kuqi, bashkëluftari dëshmorit Kenan Halimi. Të nderuar bashkëluftar të Kenanit, në emër të gjithë juve dhe timin, dua t'i përshëndes me përulje familjarët të dëshmorit Kenan Halimi. Përshëndetje nga zemra. Me 28 nëntor 1998, ai erdhi, ai hyri. Ditën e flamurit bashkë me shumë shok të tij ai erdhi. Dhe për një qast, vetëm për një qast, a ju ndonë mune majën më të lartë të bjeshkve të pashtrikut. Dhe tha, unë babë erdha, me pushk në dorë erdha. Erdha për ty babë, erdha për ty nënë. Për ty shkolla ime, erdha, për ty Viti, për ty Theron, për ty Kosova ime. Për ty, Dardani, erdha. Erdha me Enverin, Rëmzin, Gëzimin, me Blerimat erdha. O, bashkë me Gjaferin, me Medi Gjaferin erdha. Bashkë ditën e flamurit erdha. Dhe Kenani erdhi me flamurin kombëtar në Ballë, me flamurin e Gjergjit të Ismail Bej Vlorës. Jo rasisht ditën e flamurit Kenani erdhi. Erdhi bashkë me Tramët Qershorin,
erdhi mund ditën e shlirimit, erdhi bashkë me lapidar në qendër të Therandës, erdhi me emër rrugë atje në Suarik, erdhi me emër shkolle këtu, si skifter erdhi. E sot, me 13 qershor 2026, Kenani erdhi me shtatore. Për ta volos lavdin e luftës së OÇK-s, për ta rikujtu e mos haru kur të lavdishmen brigadën 123. Erdhi Kenan Halimi dhe hyri thellë në historinë tonë kombëtare. Lavdi Kenan Halimit, lavdi dëshmorëve. Ju falenderoj. Drejtori për kulturë, rini dhe sport në Vitiz, zotri Valmir Sahiti, është njëri nga ata persona që në vazhdimsi mbështet nisma të tilla që pasurojnë historinë tonë. Andaj ftoj zotrin Sahiti që ta marrë fjalën. Shumë nderuar pranishëm në ngrohtari komunës Vitiz, kryesuesi i Kuvendit Komunal, i nderuar ministri i Mbrojtjes, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta ushtrisë shkrimtare të Kosovës, deputet, musafir nga Suareka, shumë nderuar pranishëm bashkëvendas e qytetarë të Vitiz. Kënaqësi e jashtëzakonshme të jemi bashkë sot në një ceremoni sa emocionale aq edhe krenare. Në përurimin e shtatorës së dëshmorit kombit Kenan Halimi, një djali që kishte vendosur që jetën e tij t'i adhuroj lirisë së Kosovës. Dua të uroj gjithëve mirëseardhje, pa dallim, nga gjitha trojës shqiptare këtu në Skifteraj. Në Skifterajin e Kenan Halimit, të Hoxhi Jonos Zenjullahut, të Bafti Haxhiut e Shabikajullit, Mehmet e Selami Ismailit. Në një vend kundër breza, mikpritja e vlerat kombëtare ka qenë vlera e pasuria më e madhe. Jemi rreth 6 muaj pas përurimit të obeliskut të shkronjave të OÇK-s, e sot po e përorojmë shtatoren e Kenan Halimit. Motoja jone përbashkët, e gjithë këshillit iniciues, e gjithë bashkëvendasve të Skifterajt ka qenë bashk i dalim. E sot jemi bashk në përorimin e kësaj shtatore, e cila nuk është thjesht një monument prej bonzi e prej guri, por mbi gjitha është kujtesë e skaluarës. Mbi gjitha është kujtesë se liria e këtij populli është paguar me gjak, me sakrificë të panumërta. Prandaj, ne brezi atyre që kemi pasur fatin ta shijojnë lirinë e Kosovës, e kemi detyrë mbi detyrat ta ruajmë si amanetin më të shtrenjtë, kujtimin për dëshmorët, për invalidët e për veteranët, sepse liria e Kosovës e ka veç një emër. Emri i saj është UÇK. Kosova dje festoi 27 vjetorin e çlirimit, nesër Vitinja e feston 27 vjetorin e çlirimit të saj, e jam i bindur që do të jetë për vjetori i fundit ku Vitinja e Kosova e festojnë pa çlirimtarët, pa herojtë e tyre që pëmbahen pa drejtësisht në hak. Urime dita e shkollës, urime shtatorja e herojit Kenan Halimi mbi gjitha, urime stafit arsimore nxënësve që janë brezi së ardhmës së Republikës. Lavdi e përjetshme dëshmorit kombit Kenan Halimi, lavdi e përjetshme gjithë dëshmorëve të kombit, nderim e respekt i përjetshëm familjeve të dëshmorëve, invalidëve e veteranëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ju falenderoj. Bashkëluftëtarët e Kenanit gjithmonë na e kujtojnë mundin dhe sakrificën e gjithë dëshmorëve dhe atyre që luftuan për lirinë e Kosovës. Prandaj në emër të veteranëve të fshatit Skifteraj, fjalën ja kaloj zotrit Gyner Kamberi. Përshëndetje të gjithë pranishmit, një përshëndetje veçantë për familjen e dëshmorit Kenan Halimi dhe për gjithë familjet e dëshmorëve që janë prezent këtu. Përshëndetje edhe për invalidët dhe veteranët e luftës, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale. Një ashtu përshëndesim në mënyrë të veçantë Ministrin e Sigurisë Kosovës,
zotin e Juk Maqedonsi, në ngretarin e komunës, kryetarin e Kuvendit Komunal në Viti dhe gjithë të pranishmit, ju urojmë një ditë të marë dhe të mirë në zbulimin e shtatorës së herojit tonë të fshatit Skifteraj Kenan Halimi. Lavdi dëshmorit Kenan Halimi, lavdi gjithë dëshmorëve të Kosovës, urime shkollës Kenan Halimi ditën e përurimit. Zuba. Të nderuar të pranishëm, më e rënda për njëkohësisht më kryelarta fjalë sot është fjala e familjes. Ata që rritën një trim, sot po ja falin atë përjetësisë dhe historisë. Ju qoftë e lehtë rruga e krenarisë, sepse dhimbjen e madhe e keni kthyer në forcë për mbar kombin. E në emër të familjes së dëshmorit Kenan Halimi, ftoj zonjën Arta Halimi që ta marrë fjalën. Shëndetje, me respekt dhe mirënjohje të thellë, dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve që keni kontribu në ngritjen e shtatorës së herojit Kenan Halimit, që keni nisë këtë nismë për më bu për një simbol i përjetshëm i veprës dhe kujtimit përjetshëm së tij. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve që keni kontribu në çfarëdo lloj forme, qoftë monetare, qoftë të mbështet këtë organizim, e vlerësojmë shumë dhe jemi mirënjohës për jetë. Falënderimi ju takon organizatorëve të fshatit, drejtorisë të shkollës, organizatorëve të turnirit, po ashtu iniciatorëve që fillimisht e kanë inicu realizimin e kësaj vepre ngritjes së shtatorës. Vepra e Kenanit është një lavdi e përjetshme, se sakrifica e tij mbetet frymëzim për të gjithë neve dhe na tregon se çmimi i lirisë sa i lartë është. Megjithatë, vepra juve që keni bërë për organizimin e krejt për mos më harru asnjëherë emri i tij, është e çmuar shumë për neve si familje, po besoj që edhe si shtet. Kjo tregon sa të bashkuar jem, edhe që nuk i harrojmë luftën tonë, janë që kanë kontribuar. Falenderoj edhe me shtanë Suarekas, po ashtu luftëtarët e Kenës që kanë gjithë posët në ardhë. Falenderojmë gjithë për përkushtimin, bashkimin edhe kontributin. Qoftë i përjetshëm kujtimi dhe lavdia e Kenës. Të falemderit për fjalën zonja Arta. Krenaria juaj, krenaria e familjes suaj është krenaria e gjithë Kosovës dhe popullit shqiptar. Tani vazhdojmë me programin artistik, ku ftoj Besjana Abazën, e cila do të performoj një këngë kushtuar dëshmorit Kenan Halimi, këngë e orkestruar nga Fiti Melezi me tekst shkrues Shota Ramadani, Porështica, dëgjim të këndshëm.
Shqipëri. Sot kemi kënaqësinë e veçantë që në mesin tonë të kemi një prej zërave më të fuqishëm të këngës shqipe, këngëtarin e mirënjohur, zotrin Ismet Bexheti, të cilin ju ftoj ta mirëpresim me duartrokitje.
Fjala e shkruar ka fuqinë të na kthej prapa në kohë, na bëj të ngjejmë aromën e barutit, e pse jo edhe fitimin e lirisë. Për një monolog kushtuar dëshmorit Kenan Halimi, që ta interpretoj atë, ftoi zotrin Hajrush Sadiko. Unë jam Dardani, Dardan Dheu, i lindur e i rritur në këto troje. Për moshatar kam diellin dhe hënën, flas gjuhën e Shqipeve. Jam shqiptar e kosovarës, zot e krenar. Vi këtë dhej që kam si fej, kam vatan e kam atë dhej. Unë jam këtu, kur s'kish njeri, s'kish kufi as fëqi njeri, kur nga një det, në tjetrin det, i shah zot vetë. Të tjerët erdhen këtu, i prita me mirësi, buk, krip e zemër, ata u sollën si barbar, na pushtuan, na coptuan, na ndanë, anë e kanë botës na shpërndan, deshën na shdukin nga kjo tokë që dhe Zotin e uroj. Qëndrova, rezistova, ndihmë kërkova, mbështetje, të drejta njerëzore, në përdyrë të botës trokita, Bruxelles, Paris, Londër, Rom, Washington, New York, fola me lutjet e Nën Terezës. Rezistova me qëndresën e Adem Demaqit, fola me urtësin e Femia Ganit, durova me vizion në Ibrahim Rogovës. Por kur erdhi koha, u përgjegja me pushkën e Adem Jasharit. Ka një pushtë për more Mushtershin syt, birin tënde t'u ndrue, madh kur qoftë gjaku im, nësën vrasin pa luftue. U kara kushtrimin Kosovë, u bashkon qytete katon, edhe bjeshkët me malsor. U bashkon qytete katon, edhe bjeshkët me malsor. U bashkon qytete katon, edhe bjeshkët me malsor.
E di, për ju për mua jeni këtu. Erdha të çmallë me ju. Ka normale, ti ndrojmë disa fjalë. Me kujtove të kime bërë i shkollës, ko luanim në fushën e baltosur nga shiu që s'ditën ndaltë. Kjo bërë i mbushur me fillorist të cilët me ndonin e ndronin të bëhen mjek, inxhinier, mësues e kursës si mërgjimtar. E unë pikërisht mërgjimtar u bëra, pa dëshirën time. E sa vështire pata, me mungonin shok të klasës, arsimtarët, me mungonin rrugët e fshatit të mbushura me bakti, dhe mi zi pritja të kthehem një ditë. Pritja në thirrje. Isha i sigurt se do të vije. Kthehu o Kenan, kthehu se erdhi koha. Dhe koha erdhi. Ajo thirrje këmbojnë vesh në zemër, dhe erdha lash, Kykler, Zhyra, Le Mans, Salev, Mercedesin e barë si bora, një jetë luksoze, erdha se me thirrja të dheu. Fluturimti nga helvetet fluturoa mbi majën e pashtrikut. Malet i kishte mbuluar bora. Prit me tha, prit sa të del pranvera. Qil behari del dushku, se këtej pari ka hordhit e egra. Të pres të vjen pranvera? Jo, kur atë dheu thret, i përgjigjemi me rufe, o sodo kur, sa tje në Kastërc me presin kitrat, i thash, s'me ndalë fortunas Murlan, dhe Zoti verë ma bëri. U shkri borë nga jo energji rinore, me dy hapa kalova malet e pashtrikut. Bershanc, Kastërc, Semetisht, Dobërdalan, Peçan, Reshan, i vërshova ditën duke pritur dhe duke dhënë lajmet se po vije fitoria. Liria po afrohej dhe pikërisht sot e 27 vite më parë nga Peçani hym në qytet dhe së bashku me Danin ngritëm flamorin e Suharekës ja fala jetën që sot të thrasin në Therand. Dhe ja erdha sot përsëri. Erdha i kalitur në bronz. Jam këtu pra jush. Në këtë gur Gollaku, në Skifteraj, roje rrës Karadakut. Me trupin tim svigan sy pa trembur, vërshoj 3 shkronjat e uqëkës dhe me syrin e Shqiponjës e shofë rrafshin e Kosovës. Gjak nuk kam damar, atë mbolla në temelet e lirisë së bashku me Mehdi Gjaferin e Endrit Carën, Hoxh Jonuzin Bafti Haxhiun, Bajram e Gursel Sulejmanin, Agim Ramadanin, Sali Qekun, Zahir Pajazitin e komandant Adem Jasharin. Po ishini këto reze dite që rrezojnë mbi këto troje. Janë rrezatimi gjakut ton të njohëm që dhamë për lirinë e Kosovës. Avdi, Gyner, Arif,
se me tush, amanet e kini. Vlerim e nver. Amanet e kini, mos lejoni të shkelet mbi gjakun e dëshmorëve, se ata që shkelin gjakun e dëshmorëve, i mallkon loti nënëve, i mallkon edhe Zoti. E ti më i dhanë, pas gjion që ta kam dhanë, për një varë, mos me qaj, kam dhënë jetën për vatan e për flamur, për flamurin ku që zi, kam dhënë jetën për shqiptari. Dhe ju mojnanat kosovare, lotë mos hellni për mbivare, gjdo dorë vajze, gjdo dorë burri, për Kosovën shtiz flamuri. Ju mojnanat e kosovarve, lotë mos hedhni o për mbivare, gjdo dorë vajze e gjdo dorë burri, për Kosovën shtiz flamuri, o hej. Të nderuar të pranishëm, pas këtyre emocioneve që përjetuam nga kjo performancë e Zotrit Sadiku, kemi arritur në momentin më kulminant për cilin edhe jemi mbledhur sot. Atë të zbulimit të shtatorës së dëshmorit Kenan Halimi. Andaj, ftoj Ministrin e Mbrojtjes, Zotrin Ejub Maqedonci, nënkretarin e Komunës së Vitis, Zotrin Hasan Aliu, kryetarin e OVL-ës në Vitis, Zotrin Idris Shuni, përfaqësues i familjes Halimi, drejtorin e shkollës, Zotrin Eshref Sadiku, Enver Rustemin, Abdi Regjepin, Uks Salihun, Shaqir Shaqirin dhe një përfaqësues nga Suhareka që të afrohen afër monumentit. Leoni që të ftoj edhe Zotrin Jeton Ramadani. Përndryshe është djali i Agim Ramadanit, Kafanit. Mikrofonin tim, mikrofonin tim. Niseli. Unë jam këtu, dhe këtu do të jem dhem babadrim gjësa malit, bërënti e jeni malit në të sëri. Këtu do të qëndojnë dhe të burë, gollaku, këtu rësë karadakën. Jetën ja fala adëveut, emri dhe vepra me shkuan dhe përjetësi, e ju gëzon e lirin. Lavdije përjetshme veprës dhe jetës së dëshmorit Kenan Halimi. Duke përmendur se me instrument na përcjelli edhe nxënësia Alina Sadiku, cilën e falenderojmë. Të nderuar pjesëmarrës, shtatorët nuk ndërtohen për të vdekurit. Ata ndërtohen për gjallët. Që fëmijët tanë kur kalojnë këtu, ta dinë se sa shtrenjtë peshon dhe kushton liria. Që ta dinë se skifteraj, Vitia dhe mbar Kosova ka pasur, ka dhe do të ketë gjithmonë djem e vajza që i dalin zot kësaj toke. Ju falenderojmë nga zemra të gjithë dhe për pjesëmarrjen tuaj sot në këtë manifestim që përmbush memorien tonë kombëtare. Kenani dhe gjithë dëshmorët e tjerë, po e përmendje edhe një herë, janë liria që ne e jetojmë sot. Për fund, ju ftoj për një koktejl rasti, cili do mbahet në hallin e shkollës, i përgatitur nga këshilli organizator. Po ashtu jeni të mirëpritur të bëni homazhe dhe fotografi pranë shtatorës së sapo shfalosur.
Ju falenderit e miru ta kofshim në organizimet e tjera.